Pas takimit të papritur me ish-partnerin e tij Egli Tako në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Olsi Byliku ka postuar një video nga studio muzikore duke lënë të kuptohet se është duke punuar në projekte të reja, ndoshta si formë rangimi ndaj zhvillimeve të fundit. Por në një story të postuar në Instagram ai shkroi: "Ju falenderoj si fillim për çdo mesazh miq, shok dhe koleg. Kurse ju që keni menduar se bëj marrëveshje, ju kam ruajtur screenshotet." Ky mesazh ngjalli me një reagime në rrjet, ku fancat mendojnë se bëhet fjalë për një përgjigje indirekte ndaj situatës së krijuar pas përballjes emocionale me Egli Takon, ku shumë personazhe menduan se Olsi kishte bërë një marrëveshje për shkak të gjyqit që ka pasur me televizionin gjatë kohës që ishte brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Ne duhet të rikujtojmë se periudha e Olsi Bylykut brenda shtëpisë së famshme zgjati fare pak, duke lënë të habitur fancat e tij. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.